pushimi ju i gjithë ditën që në mëngjes, në çfarë ore nis mëngjes? Në orë 7 kemi qenë te kisha Zojës, këshillit mirë në Shkodër. Në Shkodër. Edhe keni nis me meshën? Kemi nisë me meshën me domgjerin. Po. Dhe pastaj kena marrë bekimin aty. Po. Dhe jena nis. Për dy gjëra desha që të mora ty. Domethënë, e para që je në moshën 70 vjeçare, nuk e ke ndjer rrugën? Kur e nis, kamët i komandon shpirti e koka. Kur sfillojmë këto të dyja, kamët nuk e ndjejnë se unë deri diku edhe lëviz gjatë ditë, lëviz me këshilla të mira, se unë kam pas një problem shëndetësor, dhe unë bëj lëvizje çdo mëngjes, sepse unë ndihem në punën e përditshme, jo si sot, se sot për shembull kam bën rrugë 4 pishin e ditëve të tjera, por unë nuk e ndjej valë. Okej, edhe gjë tjetër. Tani je me një shall. Çfarë është ky shalli që ke? Unë shoh që është një shall shumë i veçantë. Papa Francesco që sot shkon në mshim, nesër. Po, është ceremonia mortore. Unë këtë shall e kam qenë nga dita kur ka ardhur për vizitë Papa Francesco. Papa Francesco në Tiranë. Vizitën e parë ai e bën në Tiranë dhe sot na ka qelluar edhe planifikimi i Zojës Këshillit Mirë, ky rrugtim fantastik që ne planifikojmë, na qelloi edhe me këtë datë përfitimore të Papa Francesco. Këtë shall e maj, veç kur shkoj në mesh nuk e kam marrë, po se e kam në një vend veçantë në shtëpi, po kur shkoj në këtë pelegrinazhe për këtë gjëra, unë e marr me vete gjithherë. Shumë. Ali mund foli pak për shallin, sepse këtu shallin që ka ky ka shallin që ka pas ke pritja e Papa Francesco. Unë do ta mbyll te këtu me një gjë që do na rrëfej pak Pali. Pal, më rrëfej pak. Ti ke pas pagëzimin e nipit. Kur e ke pas? Pagëzimin e nipit më ka koinciduar e para saktuar ditën e hanë të Pashkës, pas Pashkës. Po. Ditë pushimi e kishim edhe e kishim para caktuar. Në orën ne po prisim në kish për të bërë pagëzimin e nipit, kur lexojmë në titra njoftimin se Papa Francesco ka në rrugë. Po. Erdhi rradha për pagëzim. Im zotë janë pyeti djalin. Çfarë emri do t'i vendosësh? Në realitet ai ka emrin Lear. Po. Edhe si thot? I tha Francesco. Francesco. Ishte një ardhje natyrshme si emër, dhe ai sot gëzon emrin kishtar Francesco. Dhe të kemi parasysh që Eroldi, djali i Palit, së bashku me nusën, janë bekuar nga Papa Francesco në martesë në Vatikan, në sheshin San Pietro. Aplikim online. Po. Mirat tim nuk e di se si erdhi. I pret Papa Francesco 15 familje nga Evropa. Mes tyre Eroldi dhe është pagëzuar martesë. Celebruar martesë në Vatikan. Shumë faleminderit dhe kjo është një ditë shumë e veçantë për ju, Pali, dhe për familjen tuaj. Përveç se me shok që ke bërë bashkë. Për gjën e bukur që bëhet sot ju, dhe bekimi për festën e Zojës.